Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni vlen është drejt shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Kryetari i Lëvizjes Besat Bilal Kasami dha detaje nga fillimi i projektit. Pritet që kryesia e përbashkët të ketë 23 anëtar. Unë besoj brenda kësaj jave subjektet politike, pjesë të vlenit do duhet të sjellin vendime për emërimin apo përcaktimin e anëtarëve në kryesinë e përbashkët prej 23 anëtarëve dhe pastaj ajo kryesi do të vazhdojë me procedurat e mëtutjeshme drejt ngritjes së shtabeve në nivel lokal të përbashkët dhe sigurisht edhe vendimin për ndonjë kongres përbashkues ku do të formalizohet edhe subjekti i vetëm vlen. Ndër të tjera, kryetari i Besës shmangu komentet se kush do të jetë drejtuesi i këtij grupimi të ri politik. Nuk është diskutuar ajo, është më pak me rëndësi përsëri se kush do të jetë kryetar, me rëndësi është harmonia që funksionon brenda anëtarëve të vlenit. Kushdo që të jetë kryetar, unë besoj se do të jetë më i miri për vlenin dhe për shqiptarët Maqedonisë të Veriut. Deklaroi Kasami. Reagimi erdhi pas refuzimit të Aleancës për shqiptarët për të dalë me kandidat të përbashkët për këshilltar të komuneve. Aleanca për shqiptarët e përjashtuar nga koalicioni vlen deklaron se vendimet dhe qëndrimet e tij do të mbështeten në vullnetin e nevojave të qytetarëve. Unë kam vetëm një busull orientimi, popullin. Ai është ndërgjegjja ime, zëri im dhe forca ime, shkruan Arben Taravari përmes rrjeteve sociale. Taravari kërkoi marrëveshje për kandidatët për kryetar të komunave dhe të dilet në votimet për zgjedhjet vendore me lista të veçanta kandidatësh për këshilltar. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësim për mos respektimin e gjuhës shqipe në faqet zyrtare të ministrive të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Një kumtesë për media thuhet se mungesa e përmbajtjeve në gjuhën shqipe në Ministrinë e Energjetikës, të Transportit, të Punëve të Brendshme dhe në institucione të tjera përbën jo vetëm shkeljet e ligjit për përdorimin e gjuhëve, por dhe përjashtim të qëllimshëm të qytetarëve shqiptar nga qasja në informatat publike. Në disa raste janë ruajtur vetëm format e vjetra në gjuhën shqipe të mbetura nga qeveria paraprake, por përmbajtjet konkrete, dokumentet dhe informacionet kryesore figurojnë ekskluzivisht në maqedonisht, deklaroi Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas këtij grupimi politik, kjo është një prirje e rrezikshme që shkon përtej neglizhencës teknike, është politikë institucionale që kufizon përdorimin praktik të gjuhës shqipe dhe rrëzon bazat e barazisë ndëretnike në shtet. Bota. Sekretari Amerikan i Shtetit njofton riorganizimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Marco Rubio tha se vendimi është marrë nga administrata drejtuar nga presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Shkak sipas tij u bë eliminimi i zyrave që administrata e Trumpit i konsideron të tepërta, edhe për të shkurtuar disa programe që thotë se nuk përputhen me interesat e Shteteve të Bashkuara. Funksionet specifike për rajonet do të konsolidohen për të arritur funksionalitetin. Zyrat e tepërta do të hiqen dhe programet jo statutore që nuk janë në përputhje me interesat thelbësore kombëtare të Amerikës do të pushojnë së ekzistuari, tha Marco Rubio. Merr formë plani amerikan i paqes i hartuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në samitin e Parisit javës kaluar, Shtetet e Bashkuara paraqitën përpara europianëve dhe ukrainasve idetë për një marrëveshje me Rusinë që do të mbyllte luftën. Duke cituar funksionar perëndimor, Wall Street Journal përshkruan disa nga pikat kryesore të dokumentit ende jo zyrtar. Së pari është jo antarësimi i Ukrainës në NATO, njojë nga Shtetet e Bashkuara aneksimi të Krimes, krijimi një zone neutrale përreth Zaporizhias, me amerikanët që do të ndërmarrin kontrollin centralit bërthamor. Për rajonet e tjera të pushtuara, projekti nuk flet për njojë formale, por nuk përmend as tërheqjen e trupave ruse. Sa i përket strukturës së forcave të armatosura ukrainase, dokumenti nuk vë asnjë kufizim apo kërkesë për reduktimin e kapaciteteve ushtarake, siç dëshirojnë rusët, dhe hap mundësinë për ndihmë perëndimore dhe një mision evropian sigurimi, por pa garanci të qarta dhe të shkruara për mbështetje amerikane për këtë mision. Për Kievin disa nga këto pika janë të diskutueshme, të tjera janë të papranueshme, si dhe mundësia e njohjes de jure të sovranitetit të Moskës mbi territoret e pushtuara. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.